U përmend edhe në storje që përkundrejt që Kosova nuk është kandidat zyrtar për në Bashkimin Evropian, por vetëm si aplikues për të qenë kandidat zyrtar. Kjo është një njohje indirekte e këtij statusi dhe është edhe reagim ndaj heshtjes ose ndaj problemeve në Kosovë që kanë ndodhur veçanërisht gjatë 5 viteve të fundit, sepse gjatë 5 viteve të fundit që ka ndodhur, ka pasur cenim të organizimit sindikal nga qeveria, ka pasur përjashtim të bizneseve, të përfshirjes së odës ekonomike në politikë bërje, po ashtu edhe cenim ndaj shoqërisë civile, veçanërisht ndaj organizatave të cilat kanë qenë kritike në politikë bërje. Dhe kjo po vrehet që është vlerësuar nga Komisioni Evropian, nga ky komitet, në mënyrë që Kosova të bëhet pjesë e politikave për të cilat në Kosovë ka politikë aktive të ekzekutivit për mi cenu këto fushëveprime të cilat sipas kushtetutës edhe legjislacionit fuqi janë të garantuar edhe nuk mund t'i cenoj askush. Por fatkeqësisht që kemi pasur një qeveri e cila nuk i ka përfill dhe për më tepër i ka shkel dhe i ka cenu në vazhdimsi, pra përkundrejt që Kosova nuk është kandidat zyrtar, është e qartë që Evropa nuk mund të injoroj mungesën të dialogut social, të çështjeve më themelore që punëtorët do duhej t'i gëzonin. Sot pra e përmendi zona Cenolli që në vend se të diskutojnë për pagën e denj, për kushte më të mira në vendin e punës, për punëtorët, të diskutonin për kontratën kolektive si ato të zgjeronin, po sot flasim se a duhet me pas kontratë kolektive ose pse s'ka kontratë kolektive. Ne sot flasim për mungesë të Këshillit Ekonomik Social prej dhjetorit të vitit 2022, siç e përmendi Ymeri, në ndërkohë për bizneset edhe për odat ekonomike, ato janë në vazhdimsi të përjashtuara. Le të tregon zoti Mustafa se ku oda ekonomike ka qenë e përfshirë në politikë bërje, të cili do ligj që kishte më i prek. A ka pasur një diskutim të mirë ta zëm për legjislacionin që prek tatimin mbi vlerën e shtuar? Është premtuar që ka me pas reduktim të TVSH-s në produktet bazë, cili diskutim është bërë për 5 vitet e kaluara. A ka pasur diskutime mbi tatimin në korporata? Nuk ka pasur. A ka pasur përveç vendimeve të cilat kanë qenë ad hoc dhe në kundërshtim me gjitha standardet minimale të konsultimit publik. Nuk e di nëse dikush ose në mënyrë transparente edhe të denj është përfaqësuar nga odat ekonomike, nga shoqëria civile edhe nga sindikatat në diskutimet publike. Përveç shoqëria civile ka dhënë kontributin e vet përmes komenteve me shkrim për të cilat në shumicën e rasteve ne jemi i injoruar. Faleminderit zotëri Jakaj. Zotëri Mustafa, ndërkohë që në nivel evropian po na hapën dyert e përfaqësimit si Kosovë, në Kosovë, Këshilli Ekonomik Social vazhdon me mbetë jo funksional. Kush mban përgjegjësi për këtë situatë krijuar dhe cilat janë pasojat deri tash? Funksionimi i Këshillit Ekonomik Social ka bazën e qartë juridike se ku mbetet përgjegjësia dhe kështu që është Ministria e Linjës e cila duhet ndjek procedurat për të sjell institucionet të nemuara të vet dhe për të funksionuar Këshilli Ekonomik Social i përgjithshëm dhe janë edhe sektoret apo komitetet e caktuara që i udhëheqin institucionet të ndryshme për të trajtuar pika të ndryshme duke trajtuar pjesën e drejt të çështjeve ligjore, ekonomike, mëndesh qartësimi dhe punësimi dhe janë dikun 8 në sektore të cilat trajtojnë me Këshillit Ekonomik Social. Ajo që dua të them është po shpresojmë që ky pranim që thash edhe në fillim, do ta nxesë të menduarit apo do ta ndryshojë mendsinë që të bërit politikave bëhen për pjesën tjetër, jo për ata që bëjnë politikat, por për përfituesin në rastin konkret, për ekonominë, për bizneset dhe në anën tjetër për punëtorët dhe gjithë shoqëria, sepse në fund të fundit kush janë përfitues të politikave të mira apo të këqija janë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe të cilët do të kishin përfitime të ndryshme qoftë nga rregullimi i pozicionit, nga përfitimet e vendimeve të ndryshme për politikat ekonomike, zhvillim më të mirë ekonomik dhe të vepruarit të bizneseve në Kosovë. Nga ana tjetër janë organizata, sindikata që ndjekin pjesën e
interesit të punëtorëve, pagën e denj, kushtet e mira, e kështu me radhë, secili nga pjesa vetë, nga perspektiva institucionale lëbën që në fund kemi një marrëveshje të institucioneve pjesë e Këshillit Ekonomiko-Social për të pas një dakordim që kjo është rruga që po e ndjekim. Dhe po shpresojmë që ky debat që do ta ndjek ndërkohë duke u pranuar, siç e thash në fillim, do të bëjë atë ndikim pozitiv, sepse do të marrim shembull të mirë pozitiv në kuptim të diskutimit që është bërë në një vend tjetër, dhe ndoshta atë diskutim pozitiv do e ndjekim këtu dhe do të kenë përfaqësues të institucioneve për të diskutuar qoftë me odën për në kuptim odën ekonomike, në kuptim të zhvillimit të politikave ekonomike, ligjeve të caktuara që shpeshherë janë pengesë qoftë në zhvillimin e tanishëm, po edhe në perspektivën afatgjatë, nxitjen e investimeve të huaja, e kështu me radhë që do të kishin me qenë nxehtësi të zhvillimit ekonomik të Kosovës, dhe normalisht mandej përfitues janë edhe punëtorët dhe gjithë shoqëria, kështu që po shpresoj që ky pranim do të jetë apo do ta ketë ndikim pozitiv në të menduarit në këtë drejtim. Shpresojmë që do të ketë efekt pozitiv dhe do të na këndellë edhe neve këtu që ta funksionalizojmë Këshillin Ekonomiko-Social që prej vitit 2022 pra nuk është funksional, po me folën është pak për pasojat edhe shkakun. Pse nuk ka funksionu ky këshill? As ka pas vullnet politik, sepse e dim që në qeveri e kemi dikë që i ka njeh këto politika dhe përderisa ka qenë opozit, vazhdimisht ka lobu dhe kanë qenë sindikatat e shoqëria civile aleati kryesor, edhe bizneset. Po tash kur erdhi në pushtet, thjesht një prej mekanizmave kryesor nuk e ka funksionalizu fare. Ashtu që thash fillim që ka një bazë qartë juridike për funksionalizimin dhe funksionimin e përgjithshëm të Këshillit Ekonomik-Social, po edhe qëllimet se cilat janë. Qëllimet e Këshillit Ekonomik-Social është të diskutuarit e çështjeve nga perspektiva biznesore, të diskutuarit e çështjeve nga perspektiva e sindikatës dhe punëtorëve, dhe pse nuk ka gatishmëri, sikur të ishte koha e shkurt, do të ishte pak më qartë, por me që po flasim për një afat kohor 3 vjeçar, është pak e çuditshme se si Këshilli Ekonomik-Social nuk funksionon me 3 vite dhe është për të shqetësuar nga ana tjetër. Ne kemi një lajm të mirë që jemi pjesë e një institucioni evropian që i diskuton pikërisht këtë çështje, dhe cili do ta ketë ndikimin. Ne jemi gëzuar si lajm duke u pranuar në një institucion të tillë evropian, në cila trajton në mënyrë pozitive, sepse që tha dhe zotëria më herët që institucionet do të përfitojnë nga diskutimi pozitiv në Evropë, po që nuk e kemi këtu, po shpresojmë që kjo do ta ketë atë ndikimin tjetër dhe do të bëjë nxitjen nga viti tjetër për të parë se si kishim mujt me ndiku më mirë për zhvillu politika më të mira ekonomike dhe përfitime më të mira të përgjithshme shoqërore.